Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Familja e Shpatit nuk kishin lek për kthimin e trupit në Shqipëri. Iglitare i ndihmon. Familja e këngëtarit Ëndir Shpat Kasapi ka njoftuar se ka qenë pikërisht Iglitare, drejtori sportiv i Milanit, personi kyç që bëri të mundur kthimin brenda pak ditëve të trupit të Shpatit në Maqedoninë e Veriut. Tare ka ndërhyrë personalisht për të përshpejtuar procedurat e ndërlikuara që lidhen me raste të tilla në Itali. Shpati ndërroi jetë në Bergamo natën kur kishte mbërritur në Itali, ndërsa më pas trupi i tij u transferua në një spital të Milanos për analiza dhe procedura ligjore, të cilat zakonisht marrin kohë. Në rrethana normale, kthimi i trupit do të zgjaste ndjeshëm më gjatë, por fal ndërhyrjes së Iglitares, procesi u përmbyll brenda vetëm 4 ditësh, duke mundësuar që i ndjeri të prehej në paqe në Tetov të dielën e 30 nëntorit. Vëllai i Shpatit Albin Kasapi shprehu mirënjohjen e familjes përmes një deklarate. Këto janë ditë dhimbje të madhe për familjen tonë. Falenderojmë të gjithë ata që kanë qenë pranë nesh në këtë humbje të rëndë. Dua të shpreh falënderim publik për Iglitaren, bashkëkombësin tonë që bëri të pamundur dhe ishte faktor kyç që trupi i Shpatit u kthye në kohë rekord në vendin tonë. Na është gjendur jashtëzakonisht shumë dhe vlerësojmë pamas këtë mbështetje. Familja ka thënë se ndihmja e Tares ka qenë vendimtare në këto ditë të vështira, duke lehtësuar një pjesë të barës emocionale dhe procedurale që përjetuan pas humbjes së madhe. Shpati ndërroi jetë mbrëmjen e së martës 25 nëntor pas një arresti kardiak në Bergamo të Italisë.